Surja Fussilet Mekase 54 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ha Mim. Kjo është shpallje prej të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ky është një libër, vargjet e të cilit janë shtjelluar qartë, një Kuran në gjuhën arabe për njerëzit me dije. Ai sjell lajme të mira dhe paralajmërime, por shumica e njerëzve ja kthejnë shpinën dhe largohen pa e dëgjuar. Ata thonë: ajo për të cilën ti na thërret nuk i arrin zemrat tona, sepse ato janë të mbrojtura mirë. Veshët tanë janë të shurdhër e midis nesh e teje ka perde. Prandaj ti vepro si të duash, se edhe ne kështu do të veprojmë. Thuaj, o Muhammed, në të vërtet, unë jam vetëm një njeri si ju. Mua më është shpallur që Zoti juaj është një Zot i vetëm. Andaj, ecni në rrugën e drejtë që të çon tek ai dhe kërkoni falje prej tij. Mjerë ata të cilët i shoqërojnë atij zota të tjerë, e të cilët nuk japin zeqatin dhe nuk besojnë në jetën tjetër. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që do të kenë shpërblim të pandërprerë. Thuaj, vallë, a me të vërtetë ju e mohoni atë i cili e ka krijuar tokën në 2 ditë dhe sajoni zota të barabartë me atë? Ai është Zoti i botëve. Ai krijoi në tokë male të palëvizshme që ngrihen lart, e bekoi atë dhe përcaktoi në të furnizimin për banorët e saj me mas për 4 ditë. Ky është shpjegimi për të gjithë ata që pyesin. Pastaj, ai ju kthye qiellit që ishte në gjendje mjegullire, e i tha atij dhe tokës: e janë të dy me hir a me pa hir? Ata u përgjigjen: erdhëm me gjithë dëshirë e të bindur. Ai krijoi 7 qiej në 2 ditë dhe çdo qielli i caktoi detyrat e tij. Qiellin më të afërm ne e zbukurua me yje të shkëlqyer dhe i vumëroja. Ky është urdhri i të plot fuqishmit dhe të gjithë dijshmit. Nëse ata shmangen, ti thuaju: ju paralajmëroj me rrufen që goditi fiset Ad dhe Themud. Kur atyre u erdhën të dërguarit nga çdo anë, duke u thënë: mos adhuroni tjetër përveç Zotit, ata thanë: sikur të kishte dashur Zoti ynë, ai do të kishte dërguar engjëj. Ne nuk besojmë në mesazhin tuaj. Sa i përket fisit Ad, ata u treguan arrogant në tokë dhe pa kurfar të drejtë thoshin: kush është më i fortë se ne? Vallë, a nuk e dinin ata se Allahu që i kishte krijuar është më i fuqishëm se ata? Kështu ata i mohuan shpalljet tona. Dhe ne u dërguam atyre në ditët e fatkeqësisë, erë të acart, për ta shijuar dënimin poshtërues që në këtë jetë, ndërsa dënimi në jetën tjetër do të jetë edhe më poshtërues dhe askush nuk do t'i ndihmojë. Fisit Themud ne ja treguam rrugën e drejtë, por ai parapëlqeu verbërimin e jo rrugën e drejtë. Andaj e goditi rrufeja e dënimit poshtërues për atë që kishte bërë. E ne i shpëtuam ata që besuan dhe që u ruajtën prej të këqijave. Paralajmëroi ata
ëmbët tona e t'i poshtërojmë. Me të vërtet, atyre që thonë, Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do t'u zbresin engjëjt para vdekjes e do t'u thonë, mos u friksoni dhe mos u piklloni, dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Ne jemi mbrojtësi tuaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Atje do të keni çfarë t'ju dëshiroj zemra dhe çfarë të kërkoni, dhuratë pasur prej një Zoti falës dhe mëshirë plot. E kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thot, unë me të vërtet jam musliman. Nuk barazohet e mira me të keqen. Të keqen ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të bëhet me njëherë mik i ngushtë. Ky virtyt udhurohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Nëse djalli fillon të josh, kërko mbështetje te Allahu. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ndër shenjat e tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hëna. Mos bëni sejdë as për diellin, as për hënën. Por nëse jeni adhurues të atij, bëni sejdë për Allahun, i cili i ka krijuar ato. E nëse idhujtarët tregohen kryeneç, le ta dinë se ata që janë te Zoti yt e lavdërojnë atë natën dhe ditën e kurrë nuk ndihen të lodhur. Ndër shenjat e tij është edhe ringjallja e tokës. Ti e sheh tokën të thatë e të shkretë, por kur zbresim shi mbi të, ajo lëviz dhe gjallërohet. Pa dyshim, ai që e ngjall atë, i ngjall edhe të vdekurit. Ai është vërtet i pushtetshëm për çdo gjë. Ata që i shtrembrojnë shpalljet tona nuk mund të na fshihen. Si mendoni? A është më i mirë ai që do të hidhet në zjarr, apo ai që në ditën e Kiametit do të vijë i sigurt? Bëni ç'të doni, se ai i sheh të gjitha çfarë punoni ju. Ata që e mohojnë fjalën tonë përkujtuese kur u vjen, do të dënohen rënd. Ai është vërtet një libër i madhërueshëm. Atij nuk mund t'i afrohet gënjeshtra nga asnjëra anë. Kjo është shpallje prej një të urti që meriton të gjitha lavdet. Nuk të thuhet ty, o Muhammed, asgjë përpos asaj që u është thënë të dërguarve para teje. Në të vërtet, Zoti yt fal shumë, por edhe dënon ashpër. Si kur ta kishim shpallur Kuranin në një gjuhë tjetër, ata do të thoshin, si kur vargjet e tij të ishin të kuptueshme. Vallë, pse të jetë në një gjuhë të huaj, ndërkohë që ai është arab? Thuaj, ai është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët, por ata që nuk besojnë janë të shurdhër dhe të verbër, njësoj si të thirreshin prej vendeve të largëta. Vërtet, ne ja dham Musait librin, por rreth tij pati shumë mos pajtime. Dhe sikur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i dhënë më parë për shtyerjen e gjykimit deri në ditën e Kiametit, ata që u përçan do të gjykoheshin me njëherë. Me të vërtet, ata dyshojnë thellë në këtë. Kush bën mirë, e bën për dobi të vet, e kush punon keq, punon në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën pa drejtësi robërve të tij. Vetëm Allahu e di se kur do të vijë ora. Kur farë fruti
nuk mund të dalë prej kupës së lules dhe as një femër nuk mund të mbetet shtatzën apo të lind pa dijenin e tij. Ditën kur ai t'i thras njerëzit e t'u thot: "Ku janë ata zota që i quanit si ortakët e mi?" Ata do të përgjigjen: "Askush prej nesh nuk dëshmon sot se ata janë ortakët e tu." Idhujt që ata i adhuronin më parë do t'i shgënjejnë dhe ata do t'a dinë se nuk ka më shpëtim. Njeriu nuk lodhet kurrë duke kërkuar të mirën, por nëse e godet e keqja, ai menjëherë bie në dëshpërim dhe humb shpresën. Nëse pas fatkeqësisë ne i japim atij që të shijojë nga mirësitë tona, ai me siguri do të thotë: "Këtë e meritoj." Unë nuk besoj se do të vijë ora e kiametit, por edhe nëse kthehem te Zoti im, sigurisht që ai do të më jap shpërblimin më të mirë. Në të vërtetë, ne do t'i njoftojmë mohuesit për atë që kanë bërë dhe do t'i bëjmë të shijojnë një dënim të ashpër. Kur njeriut i dhurojmë dhuntit tona, ai shmanget dhe na kthen kurrizin, mirë po kur atë e godet e keqja, ai lutet gjere gjatë. Thuaju, o Muhammed, më thoni, nëse ky Kur'an është vërtet prej Allahut dhe ju e mohoni atë, atëherë kush është në humbje më të madhe se ai që është në kundërshtim të hapur me të? Ne do t'u tregojmë atyre shenjat tona në hapësirat toksore e qiellore, si edhe në vetvete, derisa t'u bëhet plotësisht e qartë se ai Kurani është e vërteta. Vallë, a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmues i çdo gjëje? Vërtet, ata dyshojnë në takimin me Zotin e tyre, por le ta dinë se ai ka nën kontroll çdo gjë.